të shërbej dy kuzhinat më të pasura të botës, që është ajo greke dhe shqiptare. Me duart e mia i kam për që të gjitha. Saranda ka 300 ditë diell. Duke parë se në qytetin ton apo në Shqipëri janë mshuar kuzhinave mediterane dhe atyre italiane, mua më lindi idea të krijoja një kuzhinë autentike të zonës dhe përveç kësaj unë kam bërë dhe një eksperiment që jo çdo njeri e ka bërë deri më tani, ka miksuar të dyja kuzhinat, atë greken dhe shqiptare. Kufit dhe politikat i ndajnë popujt, neve nuk na ndan asgjë nga njëri tjetri. Dhe mendova që në një tavolinë të vetme të shërbej dy kuzhinat më të pasura të botës, që është ajo greke dhe shqiptare. Kjo lindi si ide para 6 vjetësh, e kam filluar avash, diku te një tjetër restorant. Kish restoranti i dytë që unë kam branduar, është një emër tani më i njohur dhe në qytet, por nga turistat e huaj është një nga restorantet, është kthyer si në një atraksion turistik dhe për qytetin.